Do bëj një seri emisionesh bashku me Kadri Vokopolën, me një nga mjeshtat e të radio televizionit dhe enigmistin më të madh të ndoshta Ballkanit ose më gjerë, dhe domethënë do diskutojmë, do komentojmë komentet e njerëzve që na janë bërë videove dhe postimeve lidhe me natyrën. Përshëndetje Ralt. Përshëndetje. Përshëndetje zoti Kadri. Kjo është e bukur se që dëgjuar të ditë. Komentojnë komentet. Kjo, cën katror. Ata do komentojnë komentet e komenteve tona. Po, vali, çu shkon ajo? Çu shkon? Një mënyrë për të marrë përgjigje. Mënyra më e mirë për të marrë drejt për drejt për të marrë përgjigje. Për të marrë esencën e përgjigjes. Esencën e përgjigjes. Dhe më rruga ndoshta më e shkurtër për t'i marrë këto. Më direkte, po. Më e shkurtër. Atëre, nga këto pyetjet, më bën përshtypje komentet, më bën përshtypje kjo lidhur me teorinë e relativitetit. Domethënë që sipas duke pas parasysh në qëfëse arrihet shpejtësia e dritës, atëherë si thua një astronaut që udhëton me shpejtësinë e dritës, qofse arrin në një planet saktuar, me fjalë, që do duhen 10 vjet dritë, po, ai arrin për 10 vjetë. Po. Normalisht? Ndërsa në tokë do kin kaluar 50 vjet, domethënë. Se kjo është esenca e saj. Kjo është esenca. Normalisht kjo është sa më shumë i afrohesh shpejtësisë së dritës, aq më shumë të ngadalëson koha. Në krahasim gjithmonë me njerëzit që nuk lëvizin. Po, normal. Edhe kjo. Ai personi, kjo përgjigja që thot po me biçikletë, ka humorin brenda. Edhe unë këtë bëj me një përgjigje tjetër humoristike. Domethënë kur Einstein e nxori teorinë, domethënë edhe shumë kush e pa, si thua, filloi ta interpretojë edhe sipas atëherë koha e tillë ka qenë, filloi ta interpretojë sipas interesave vetë, sipas duke futur edhe doza të theksuara humori. Një tregtar nga Amerika i shkruante që atëherë unë jam tregtar që lëviz gjithmonë, jam gjithmonë lëvizë, i bie të jetoj më gjatë të tjerë, të tha. Po i ktheu përgjigje. Sa që mund të ngrohet një qiri këtu, i ndezu këtu në Gjermani, ty që jetë në Amerikë. Ka që mund të ngrohet, ka që mund ulikohen. Normalisht koha reale është me nanosekonda. Domethënë mund të ngadalësohet koha disa nanosekonda, disa të miliardat e sekondit. Domethënë është komplet e papërfillshme. Në të shkallë është papërfillshme, por kur kemi të bëjmë me efekte, me njohjen e natyrës dhe me pajisje shumë sakta, që na duhet për shembull GPS-ja etj. Neve na duhen të nanosekonda. Duhet të llogarisim për të parë, për të marrë saktësi në matje në largësi, në saktësi, në funksionimin e universit, në shkallë të madhe, në një shkallë shumë të madhe, detajet e vogla nuk janë më të vogla, dhe duhet i kemi të sakta. Është shumë e rëndësishme. Relativiteti domosdoshmë. Po. Por domethënë tani ekziston edhe, domethënë si thua, mekanika kuantike. Në formë sigur e rishikon këtë lloj, domethënë këtë teorinë e famshme të relativitetit. Po, në teoria kuantike thotë që nuk mund të jetë çdo gjë e saktë, domethënë është me afërsi, me probabilitete. Normalisht në këtë drejtim ajo, domethënë, në farë mënyre e kundërshton relativitetin, i cili thotë çdo gjë bota është e saktë, edhe normalisht, por bota kuantike nuk flet për gjëra të sakta, flet me probabilitete. Dhe thotë që bota, mikrobota është me probabilitete me mundësira. Sa mundësi ka që të ndodhi kjo ose ajo, ose ndodhin gjëra që logjika jon nuk i pranon. Normalisht kjo është një teori kalimtare e përkohshme, nga e cila ne mund marrim përgjigjet më të sakta të mundshme ndoshta, por nuk mund të shpjegojmë se si është bota në atome, në molekula, nga ky nivel e më poshtë. Nuk kemi pajisjet e duhura për momentin. Me pajisjet tona që kemi, ne arrim deri këtu, me probabilitete. Por që të shohim një objekt të masin saktë se si është atomi, molekula e bashkëveprimet aty, neve duhet pajisje më të vogla se atomet që të shohim saktë se ç'ndodh brenda. Do të shkosh përtej atomit. Do të shkosh përtej atomit, të jesh më i vogël se atomi që në mënyrë që ta shohësh. Është si të qërosh orizi me doreza boksi, nuk mund të kapësh një kokër do. Ne nuk kemi pajisje. Nuk kemi pajisje për të punuar me orizin në këtë rast. Tani un po
i një element tjetër humori. Imagjino pak që, domethënë, një ekip ose një anije kozmike e cila ka udhëtuar për një kohë të gjatë, relativisht të gjatë në hapësirë, edhe arrin që më në fundit astronautët të diktojnë të shquhen planetin tonë nga larg. Ç'do thonë ata? Duke diktuar, do thonë. Eureka? Jo. Do thonë për me tok. To si me titët e tarë Magellan që tok. Tok. Duke prapë tok. Saktë fare. Ka dhe një lojë. Po. Do thonë tok ajon. Po, kjo është fiks, domethënë, si fjala ishull. Ishull në anglisht është Island, është tok, original domethënë. Fiks fare. Edhe ishull i shpika nga lemi, domethënë është ajo fjala universale, shumë bukur, kjo është fantastike. Dhe kështu do thonë dhe Alina kur na gjin neve. Ja toka. Po kështu është bukur. Por që si do që tjetë, është gjithmonë ngadalësimi i kohës në lidhje me të tjerët. Koha, ora jonë biologjike do eci po njësoj. Asnjë, sa do shpejt heci, sa do afër ja poshtë me dritës, nuk do e marrë dot vesh njeriu që rrojti më tepër. Se nuk rron më tepër, rron njësoj. Për mua kjo është thjesht shikon për të tjerët që plaken më ngadalë. E tenuar të mbetet teori, për aq kohë sa nuk do të mund të vërtetohet. Jo, është vërtetu. Kjo është vërtetu. Është vërtetu. Eksperimente me fjalë. Me eksperimente me laborator është vërtetu. Normalisht një vërtetim ne e shohim për ditë është GPS-ja, që ne shohim që normalisht ajo tomat me saksi shumë të madhe, duke qenë që të jenë kaq detaje të imta të vogla në krahasim me distancat me kohën e ditës që shkon e vjen tek satelitet dhe kthehet mbrapa, normalisht duhet merren patjetër këto lloj efektesh parasysh të relativitetit që të marrë saktë. Po mos ishte teoria e relativitetit me Newton normalisht, me pa relativitet, ne do kishim gabim ndoshta edhe me kilometra. Qindra metra ose pak kilometra gabim në matje. Por neve sot e kemi me pak metra ose centimetra. Domethënë vetëm prej relativitetit. E gjithë kjo. Domethënë kjo është një rast, po kemi rastin e orëve atomike, me orë atomike në masën saktë. Të cilat me fjalë në kushte jo të barabarta, në kuptimin në kushte. Po. U bë një provë me një plani, u vu një orë atomike tek ky aeroplani sipër, që eci për 15 orë, dhe një orë atomike tjetër e sinkronizuar në fillim në tokë, dhe orët ndryshuan. Diferenca ka qenë me nanosekonda, me shumë pak nanosekonda, por jo një diferencë çfarëdoshme, diferencë fiks e ndryshme siç thonte teoria. Me ekuacione doli duhet të jetë diferenca kaq nanosekonda, dhe aq ishte. As më shumë as më pak. Kishte diferencë, kjo është kryesorja, dhe diferenca ishte fikse sa teoria e relativitetit. Kjo është një provë plus tjetër që ajo nëse një teori do dekada për tu vërtetu, do prova mas prova, se kjo është një teori shumë e gjerë dhe aplikohet kudo. Në gjitha fushat, në shumë lloje formash në secilën fushë. Dhe duhen dekada për të vërtetuar. Ndërkohë, pa u vërtetuar 100%, njeriu skeptik do ta quajë teori dhe jo ligj. Por normalisht, mas 100 vitesh vërtetim, tash neve duhet të themi ligj asaj. Megjithatë, skeptik. Madje njerëzit janë skeptik, sepse kjo puna e skepticizmit ose kjo teoria, domethënë si thua është komplot, është fascinante, është magjepse. Edhe njerëzit jo vetëm për këtë rast, por në çdo rast, në shumë raste, njerëzit nuk vërtetën, por përqen atë, domethënë intrigën. Atë që është teoria akoma, jo ligj. Kam përshtypjen kur, sepse ti e di shumë mirë që qarkullojnë teori se që njeriu s'ka shkuar kurrë në hënë, por është është gjithmonë ka. Njeriu s'ka shkuar në hënë. Po ishte fakt do ishte më interesante. Madje ana e mirë. Jo më larg se para disa ditësh lexova në një nga këto rrjete sociale dikur që shkruante që shikoj pse për çfarë arsye, domethënë pas vitit 1969, pra 1969 nuk ka vajtur më në hënë. E kishte gabim.
ai se dinte që fluturimi ose si thua, anije kosmike, misioni I fundit me astronaut që shkelin ka qenë në vitin 1972. Ishin aty më 17. Po nuk e di si 69, po ai. Aty ishte gjithmonë kjo si thua teoria e komplotit I bën njerëz kurioz, kurioziteti I bën që ata domethënë tregon një farë skepticizmi. Skepticizmi, interesi, kurioziteti, çdo gjë që ka mister. Po. E ma gjep tjetër, e bën e të rrejt. Njeriu është kurioz, do të di e të rrejt e panjohura, në na të rrejt gjithve, na të rrejt e panjohura, kjo është normale. Por që normalisht duhet dhe të kuptojmë diçka, sepse shiko, kjo bile ka pasur edhe, domethënë, nuk e di nëse I ke parë filmin Capricorn 1. Është filmi I viteve 80, mos e gaboj. Capricorn 1 flet për një, domethënë, gjoja tentativë për një ekip astronautësh në Mars, edhe e bën gjithë në mizanskenë, me fjalë bën skenë, sikur. Po. Domethënë, mbi bazë e kësaj si thua, kësaj natyrës njerëzore për të besuar atë që është më misterioze. Pra, jo të besojnë jo të vërtetën e vërtet. Po intriga. Besoj gënjera. Normalisht gjithmonë do ketë mendime se ai një gjë nuk ka ndodhur. Çdo gjë që të bësh, domethënë, do jetë ai mendimi që ndoshta nuk ka ndodhur. Po normalisht do ka pak në më gjerë. Ndërton ai bukur këto historitë, me fjalë këto. Sa që I bën besuesh ta njerëzit, është e pamundur të ketë ndodhur, nuk ka ndodhur. Domethënë, këta një skenim. Skenimi është normalisht, domethënë varet se sa mund të harxhosh, po harxhove më fushë mund ta bësh reale fare. Ti në hënë, në Mars, kudo. Ata që pretendojnë që nuk ka vajtur domethënë asnjë njeri, as Neil Armstrong, as kush tjetër në hënë. Po është një misteri I madh, një sekret I madh, një komplot I madh, me komplotuar jo më shumë se 2 vet. Edhe kjo është. Nëse ata ekipin kanaz. Duhet të mbajnë sekretin për shkak vet që kanë punuar për është. Aty kanë qenë 400.000 vet në misionin Apollo. 400.000. Sekretin se mbajnë do 2. Jo 400.000 që normalisht. Hajde mund të jetë shumicën si është mbajtje e fshehur etj, por prap kanë qenë disa dhjetra mira që kanë qenë brenda aty. Por aty ka qenë dhe një problem tjetër, një fakt tjetër që është ky, që aty ka qenë lufta ftohtë. Rusi, Korea, Japonia, Kina, nuk e di nga shtetet tjetër, kanë qenë armiqtë Amerikës. Armiqtë e luftës ftohtë. Rusi ka qenë, si thua, ka qenë kompetitori I Amerikës. Konkurrencë. Rusi I parë që eksploroi I parë, domethënë tim sovjetikët, sepse domethënë sovjetikët. Dhe Amerika prandaj çoi njeriu në hënë, tentoi të çonte sepse Gagarin ekzistonte një teori që në 68-ën domethënë një vit para se ta dërgon me mision në Apollon 11 me njeriun e parë në hënë, dështoi një mision rus në vitin 68, por nuk e di sa I vërtet është, me fjalë janë këto teoritë relacionit që janë bërë shumë tentativa normalisht, duhet parë për këtë, nuk e di, nuk kam I sigurt se çka ndodhur realisht me rusët, por që ka qenë gjithmonë kjo lufta e ftohtë midis dy palëve. Dhe ta mendojnë që kanë gjetur alien, prandaj. Ja apo jo? Dhe çfarë? Te diti? Se alienët na spionojnë, po nga na spionojnë thuaj. Ti nga na spionojnë alienët? Jo. Nga vrima e ozonit. Po, ke thonë. Nga vrima e ozonit. Për ne është hap kjo vrima e ozonit. Për alienët është teori konspiracioni. Që si lidhen gjërat? Rad. Dhe unë mendoj dhe këtë që në brenda tek misioni Apollo, në misionin kur ka Amerika shkoi në hënë, ka pasur dhe spiun rus, kinez, japonez, korean, ka pasur rus brenda. Spionazhi ka vepruar gjithmonë me fjalë nga një radhë.
Dhe normalisht NASA nuk është dashur të gënjej popullin për çu njeriu në hën, po është dashur të t'i mbushë mendjen armiqve, normalisht ishte gara. Ishte gara midis dy superfuqive. Ishte gara. Partinë Sovjetike që bëj të hedh satelitin e parë, Sputnik. Sputnik. Hodhi qenin e parë, hodhi gruan e parë. Pastaj hodhi astronautën e parë që ishte Yuri Gagarin në orbit. Edhe domethënë pastaj edhe astronautën e parë, Valentina Tereshkova, ishte ruse. Ruse. Edhe kështu që normalisht Amerika ngeli shumë mrapa. E vetmi gjë që mund bënte Amerika që tishte nga ishte të çopte njeriu në hën, normalisht. Edhe u dhan fonde shumë, me misionin Apollo dhe me Apollo 11 që arriti të realizohet në fund. Atë që Neil Armstrong bëri, ky është një hap i vogël, po hap i madh për njerëzimin në fund. Aty është ndoj pra si thua parkalimin nga ana e Shtetit Bashkuar ndaj në luftën për si thua për kosmosin, për lufta e teknologjike, lufta. Edhe normalisht kështu që ka shumë fakte, po ti kapësh big situatën, ka shumë fakte që normalisht pranojnë ikjen në hën. Normalisht nuk është aq e vështirë sa menohet, domethënë nuk është për shembull shkencëtarët ngulin këmbë shumë që kanë hik në hën dhe ngulin pa i shumë këmbë që nuk kanë hik në Mars. Domethënë nuk është se shkencëtarët tentojnë gjithmonë të kemi hikur. Thonë atë që është e mundshme, reale. Në Mars nuk kanë shkuar akoma, po nuk është se janë shkencëtarë që thonë që kemi hikur këtu, kemi hikur atje. Është Mars që pretendon ka, domethënë si thua ka idetë e tij që synon që brenda këtij 5 vjeçari të dërgoj robot në Mars. Hapat e parë këto janë. Bëjnë orbitat, shkojnë për orbit, pastaj bëjnë landing, ulën robot, mjete ose kështu. Më pas robotëve masi shihet mëson më shumë, me shef informacione më tepër, përgatitesh për çu pastaj në fund fare njeriu pastaj. Domethënë ka është një rrugë gjatë. Prandaj Apollo janë 1, 2, 3, 4, ke 11-ta. Shkoi njeriu e tjerë. Pasur ndërtimi nga dy padet, ëh. Po patjetër, edhe ndërtimi plot. Edhe filmi Apollo 13 është ai ishte gjysmë ndërtim se arritën që ta. Ajo ishte edhe ndërtim dhe domethënë test dhe arritje. Është dhe arritje çosh cilët i njeri në kohë reale, pa u përgatitur, pa u para përgatitur, domethënë për cilë njeriu në tokë. Është një mision kryevepër, është filmi shumë i bukur. E kanë bërë filmin, kam pa 2 herë. Shumë interesant. Dhe më shumë real. Një pyetje që vjen nga komentuesit është: po të ecim me autobusat e kombinatit, a plakemi më shpejt apo më ngadalë? E tham të shparë, që normalisht plakesh sa do të ngrojë një zjarr në Amerikë. Që stewardesat nuk plakin shpejt. Nga që janë gjithmonë. Normalisht ato janë gjithmonë në lëvizje dhe piloti i avionit, normalisht është gjithmonë në lëvizje dhe plaket, normalisht njerëzit që plaken më ngadalë nga gjithë njerëzit e tjerë janë këto. Ato që fluturojnë gjithmonë me avion. Më të ngadalë që të mundshëm, por normalisht ngadalësia është në nanosekonda, gjithmonë. Shumë e vogël. Shumë e vogël. Po ka komente kështu, po ku e merr naftën anije kozmike që të rrit 30 vjet hapësirë? Ku e merr naftën? Normalisht naftën nuk i duhet nafta anije kozmike. Po, ka stacione. Normalisht anije kozmike i duhet vetëm të marrë shpejtësinë. Po mori shpejtësinë, nuk i duhet më naftë. Ajo thjesht bie në tokë dhe këtë rënje në tokë ne e quajmë orbitë. Po. Dhe qysh atje sipër nuk ka ajër, atmosferë, që të frenojë lëvizjen. Po. Edhe vetëm ecën. Edhe s'ka nevojë më. Normalisht të ecësh pa ndalim, ky është një koncept që ne nuk e shohim në tokë. Normalisht. Çdo objekt që lëviz pa energji do ndalojë një moment. Kurse sipër nuk nosë. Është botë tjetër, është tjetër koncept i gjithë. Interesant. Po do të thotë gjatë gjithë kohës me shpejtësinë e dritë mund të ka për 300 vite. Udhëtim në të ardhmen i bie udhëtim në të ardhmen, në kohë me fjalë. Normalisht ashtu është. Po
Domethënë sa më afër i afrohesh shpejtësisë së dritës, aq më shumë ngadalson në kohë. Po. Ama kur arrin shpejtësinë e dritës, ti ndalon në kohë fare. Nuk plakesh fare, në krahasim me tjerë. Po Dhe normale. i bie që po, në qoftë se ti qëndron me shpejtësinë e dritës një moment kohë sa do të shkurtër, një sekond po them, gjysmë sekundi, një mitën e sekondit, po qëndrove në atë shpejtësi, me shpejtësinë e dritës, ti bota rreth teje ecën pafundësisht shpejt. Dhe normalisht ti shef fundin e universit në moment. Çiko, domethënë ta shpjegosh me domethënë në qoftë se marrim për shembull një planet që i cili ndodhet po them 1000 vite ditë larg tokës. Po, 1000 vjet, po. Ne mendjes shkojmë atje, ose se shpejtësia e mendjes më absolut jam i fil. Më ajo është direkt. Po themi, okay. Po, qoftë do marr një gjë sikur arrin që me një teleskop fuqishëm ta shikosh atë planet më fil, me një super fuqishëm. Imazhet që shikon ti, kur i shikon ti ato imazhe, aty kanë kaluar 1000 vjet. Po, ai është 1000 vjet i vjetër, si pamje. Po, ti mund të shohësh një po themi një objekt atje caktuar. Po ai objekt nuk ekziston më, se ka kaluar 1000 vjet. Okej, ashtu është fiks fare. Se dritës i është dashur 1000 vjet për të ardhur tek sytan. Po. Normalisht ajo ditë është nisur 1000 vjet përpara. Se ndodh sot atje, ne nuk e dimë. Ose për shembull, duke pas parasysh atë vetëm filmin i vetëm në Mars. Komunikimi me Mars nuk është njësoj si komunikimi me Hënën ose me, sepse është shumë larg. Domethënë, është rreth do gjithmonë shkoj fjalë. Ka rreth 20 sekonda sa i bi. 20 minuta. 20 minuta është laksia. Lëviz varion, varet nga orbitës, po është me minuta. Pra, Venesa. Pra, nëse i thua astronautët që bëj këtë veprim, do të presësh. Do të presësh, edhe do e marrësh vesh mas 2 fishit kohës. Se çka ndodh. Normalisht ato roverat që ecin në Mars, rovat kanë kamera përpara. Po. Dhe kamera i jep rreth 20 minuta po them unë tash përgjigje informacioni që kam një gur majtas djatha shohin as shkencëtar dhe këto i japin 20 minuta përpara komandën që të kthehet anash. Majtas djatha mos përplaset me gurin. Është gjithmonë ky efekti vonesa 20 minutash që të marr paraprish lëvizjet e roverave. Kjo është gjithmonë ajo puna me Marsin, me këto lëvizjet me komunikimin në distancë shumë të madhe. Ne duhet të presësh që të komunikosh. Edhe unë që po flas tash ti, nga vonesat jo të hapësirë kohës relativitetit, po të elektronikës, unë vonohem me disa milisekonda. Mund të kem gati çerek sekundi vonesë në komunikim, mos u fal. Është gjithmonë kjo. Kjo është nga teknologjia në këtë rast, jo nga relativiteti, po. Ka gjithmonë vonesë midis personave. Kur dy persona janë në kafe, koha e komunikimit vonohet me disa nanosekonda. 3, 4, 5 nanosekonda vonesë. Dhe ne e shohim tjetrin si ka qenë në të kaluarën. Po këto nanosekonda në të kaluarën. Domethënë rreth 5-6 nanosekonda në të kaluarën. Jo siç është tashti. Po normal. Gjithmonë ka një sa më shumë largohen, aq më shumë mbrapa në kohë shohim. Gjithmonë. Lexoj komente interesante këtu më flet. Jo, ka një shpiti shumë bukur se është fiks. Përballimi me mendjet e njerëzve, me logjikën e njerëzve në shkallë të ndryshme njohurish. Dikush mund të bie shkurt, thotë njeriu, thotë kënga popullore, njeriu plak kur do vetore. Un plak për? Njeriu plaket kur do vet. Po, ajo është ora biologjike pastaj. Ora biologjike normalisht ndikohet shumë nga dijet e personit, nga vullneti, është psikologjia e njeriu pse më normalisht. Njeriu plaket kur do vet. Domethënë është mënyra se si e shef ti botën, optimizëm apo pesimizëm. Po një film Interstellar për Christopher Nolan më thënë. Sepse filmin Interstellar. Po. Tash më duket se po bëhet Interstellar 2 më duket. Se shtojnë që po bëhet fakt. Fjalë janë në momentin, po besoj se është do të bëhet. Normalisht kishte shumë ashtu utoroj shumë nga populli, nga publiku. Dhe normalisht kishte shumë interes i film. Edhe ndoshta do të bëjë dyshën siç bëhet zakonisht normalisht. Edhe shpresoj të ketë një Kip Thorne, ka qenë një nga ato shkencëtarët që i kanë dhënë ke koka regjisorit për gjithë detajet shkencore, normalisht është i arrit. Detajet e kësaj fushë nuk mund t'i di dot një regjisor, është natyrshme. Nuk mund t'i di, nuk mund t'i di. Regjisori duhet të di shumë mirë fushën e vet, nuk i thënë gjë për atë. Por duhet një ekspert në çdo fushë.
Edhe kur bëhen filma me psikologji, me fusha ndryshme që kanë lidhje me shkencën, duhet patjetër të jesh ekspert në përkatës. Nuk i bën dot. Edhe me politikë, duhet futesh marrë disa politikanë të thonë se si funksionon politika në çdo lloj lufta, historia, duhen patjetër ekspertët. Normalisht po pyetën shkencëtarët e janë po duhet pyet një grup shkencëtarë se një shkencëtar ka gabime, duhet marrë një natyrisht gabojnë. Se ka ato këndvështrimet e veta normalisht. Për shembull, ke një detaj që nuk e ka vënë re, ka mundësisht lloj probleme që ndodhin. Duhet një grup, studiohet mirë dhe të jepet një film tamam me rregull. Ndoshta filmi nuk e ka atë synimin shkencor, por prap ai film duhet të jetë i rregull, si do të jetë. Po Interstellar, filmi është fiction, natyrisht ka elementin befasues, elementin që domethënë jo për telespektatorët apo e vetëm temë që mund të jetë çik pak e lirë është kur bëhet fjalë me makinën e kohës, po filma me makinë me kalim kohe para mbrapa. Ktu mund të lejojmë dhe gjëra që janë jashtë logjikës, sepse po more me kohën, logjika shkatërrohet prishë direkt, domethënë. Ktu mund ta mbyllim historinë normalisht. Kur kemi filma i ikën në kohë, para mbrapa në kohë në këtë lloj. Po. Sado janë mbajtur si të sakta precise, por prap normalisht kur bëhet për kohën është shumë problematik çështja logjikës. Ma gjeni pak tani në kozmike, ma çonin mesazh se kur niset. Erdhi një mesazh. Të gjejmë makinë e kohës se kur niset. Normalisht makina e kohës mund të niset në çdo vend, varet se ku mund të prodhohet, testohet. Po. Problemi është a mund të ekzistojë, a mund kjo anije kozmike na çojë para dhe mbrapa në kohë. Ky është problemi normalisht. Për momentin nuk kemi mundësi të bëhet kjo, nuk ka mundësi, por në të ardhmen ne shpresojmë që ta bëjmë. Domethënë e para punës që arritja shpejtësisë dritës fantashkencë. Ajo normalisht nuk arrit. Është e parritshme. Ashtu siç është, domethënë teori, teletransportimi. Teletransportimi, thonë që kanë transportuar grimca të vogla, por prapë është shumë herët për të thënë normalisht. Domethënë teori që janë teori që normalisht sot është fundi i teknologjisë. Ai vija e parë, fronti i parë i shkencës. Normalisht aty ka 90% janë gabime, dështime, hipoteza. Pak janë të vërteta. Është gjithmonë kështu funksionon. Shumë gabime, një e vërtetë. Një e vërtetë. Kështu ecet normalisht. Do bësh teste shumë, mira prova dhe rezultati më i mirë, mas mira prova, ishte që këto prova nuk funksionojnë. Pa e gjithë vërtetën. Edhe është sukses. Se u vërtetua që këto nuk funksionojnë. Po, kjo është gjë e mirë. Mrekulli, morën përgjigje. Shive mision pozitiv. Do dalë dhe përgjigja. Avash. Më kjo është arritja. Kjo është rruga shkencës. Ke rrugë tjetër se si ta marrësh përgjigjen. Vetëm të vi përgjigja vet, po shkenca nuk ka nga këto përgjigje. Do t'i marrë vet. I bie që kur ti ke unë hapësirë, vi gjej fëmijët e mi më të mëdhenj se vetja? Po, normalisht jo gjithmonë që do hikesh në hapësirë, por në qoftë se shkon në hapësirë, pranë një trupi të rënd, me masë shumë madhe, pranë një ylli neutronik, afër një vrimit zezë, ose lëviz shumë shpejt. Këtu duhet të risjell në vëmendje përgjigje dikujt që tha do të shohësh filmin Interstellar, sepse aty fjalë e ke aty e kupton. Kupton me fjalësi. Aty është një shembull, domethënë në film se filmi ka efekt shumë popullor edhe hapet shumë popull dhe informacioni shkencor futet në popull shumë kollaj. Aty shihet tamam se si kur ecën shpejt, kur i afër një trupi me masë shumë madhe, koha të ngatërsohet. Ndërkohë që larg koha ecën shpejt krahasim me njerëzit afër. Dhe normalisht kur shkon ky pastaj në tokë, sheh që ka kaluar dekada. Por mjafton për shembull nuk ka nevojë të shkosh me anije kozmike vetëm, mjafton të bësh vetëm një hap përpara. Një hap në rrugë, po me shpejtësi 99.999 shpejtësisë dritës dhe në moment ti e gjen veten në talmen. Vetëm duke bërë një lëvizje shumë të shpejtë. Gati sa e dritës. Edhe nuk ka nevojë të shkosh me anije kozmike, marrësh ato udhëtime. E filmi Stargate. Po, tamam tip Gate. Po. Origjinali i tij kalon me shumë shpejtësi, ndërkohë në moment puna është të shkosh mbrapa në kohë. Si të ecësh në të kaluar. Këtu të duhet kohë, energji negative, të duhet shumë energji negative, këtu që të krijohen të lloj efektesh, antigravitet,
ndoshta edhe koha duhet të jetë anti-kohë. Në botën kuantike kemi më shumë se një kohë. Ne kemi një kohë. Po në botën kuantike fillojnë çdo gjëra bëhen komplikohen shumë. Fillon përzien kohët. Përzien kohën një tjetër, normalisht mund aty po është e mundshme. Normalisht me metodën se si e shohim ne, me këto pajisje, si shohim në botën kuantike, është e mundshme çdo gjë. Dhe ne kemi marrë këto lloj çudish nga bota kuantike. Çuditshëm. Normalisht, megjithëse normalisht ne nuk e dimë si funksionon mikrobota, sakt fare nuk e dimë, por që ne marrim informacione, marrim të mira. Gjithë teknologji, 70% teknologjisë tonë varet nga bota kuantike, është përparuar nga njohuritë tona mbi botën kuantike, me informacione që marrim. Niko, ajo që më çudit mua, domethënë mua besoj, është se janë bërë hapa kolosal në pse thua në eksplorimin e hapësirës. Po. Por është bërë shumë pak për eksplorimin e vetë planetit Tokë, nën Tokë. Është shumë e vështirë. Normalisht të shkosh në det është shumë e vështirë se të shkosh në hapësirë. Kjo është realja, se normalisht njeriu thot, hapësirën njeriu pa pajisje, pa teknologji e ka të pamundur të shkojë në hapësirë. Fare. Kurse detin e ka aty, mund të zhytesh, domethënë futesh pak në det. Kurse në hapësirë nuk mund ta prekësh fare. Me teknologji, hapësira bëhet shumë e thjeshtë. Ndërsa kurse deti ngel po i shoj. Mund futesh pak më shumë, është shumë më vështirë, se është presionet më dhaja, thellësi të mëdha. Domethënë duhet gjej struktura shumë të forta. Kurse në hapësirë që reziston. Po, janë presione shumë të mëdha. Lenën gur pastaj që është edhe më vështirë. Kështu që deti është gjithmonë, domethënë i vështirë, domethënë do teknologji, ne kemi arrit, shkenca ka arrit shkojë deri në fundin maksimal ke Marianet, ka shku deri atje, nuk e ka problem. Po që jo që ta bëj rrugë, çka bër hapësirën në rrugë. Hapësira kur shkon mbi një fal arsie, ti nuk e ke më problem zhvendosje në hapësirë. Po kalove atmosferën, ti je i lirë, shko kudo. Nuk ka problema. Vetëm llogarit drejtimin, vetëm kaq. Mund bësh dhe satelit. Satelit minimumi. Minimumi satelit. Pastaj mund shkosh në hënë, thjesht llogarit shpejtësinë e drejtimin. Edhe shkon në hënë pa probleme, nuk ka më fërkim, ajër, pengesa, gur, nuk e aty e ke bosh. Vetëm jepi një herë shtys dhe ajo ecën me shpejtësinë që ka deri në destinacion. Problemi është si do të ndalosh mbrapa. Ka trafik. S'ka trafik, as semafor. Është rruga. Domethënë kjo është koncepti. Hapësira është shumë e lehtë. Rëndësia ka sa të dalësh nga toka. Vetëm kjo. Kurse në det është problemi, nuk është problemi sa të vishesh me polumbar. Problemi fillon masi e vesh. Është e kundërta. Plus që detat janë eksploruar, nuk është parë i gjithë deti cep, por është parë gjitha pikat e mundshme në sipërfaqe dhe në thellësi janë parë çfarë ka pak a shumë në përgjithësi, dhe dihet. Zbulon edhe gjallësat që zbulojnë gjallësat, po. Po, zbulojnë gjallësa nga më të çuditshme në thellësi të oqeaneve. Kushteve sipas kushteve atmosferike, kushteve të presioneve, të dritave, mungesës dritës, nxehtësisë të vulkaneve në ndeshëm punë oqeanit. Lloj, ka dhe kafshë mbijetojnë në këto lloj zona. Domethënë imagjino jeta sa ajo plus që jeta gjithmonë dhe evolon, ndryshon. Ato kafshë kemi sot nuk janë nesër. Kanë dalë tjera. Domethënë ndryshojnë dhe kafshët e do dalin teoria e evolucionit. Po, teoria e evolucionit është një nga më të sakta, më perfekte. Domethënë gjithmonë me efektin shkak pasojë. Po të ecësh me shkak pasojë, që bota universi me shkak pasojë është gjithë universi. Shkak pasojë, nuk është më objekti siç ishte në të ardhmen, se ka ndodh diçka, kështu që ndryshon, evolon. Mbijeton ai objekt që i mbijeton kohës. Ai mbijeton, objektet e tjera që nuk i mbijetojnë kohës zhduken, eliminohen, seleksionimi natyror. Edhe mbijeton ai objekt që është përshtat me natyrën. Më i forti. Edhe këtë rast më i forti fiton. Më i forti. Po më i forti, po patjetër, po. Më i forti, po patjetër. Më i forti më japi. Një tjetër koment është: ai që ka qenë në tokë është martuar dhe ka krijuar familje, normal që plaket. Ai që u thon është beqar, s'ka fare lidhje me plaken. Stresi.
Po, stresi, normalisht dhe faktore biologjik, do problemet psikologjike e biologjike të njeriut veprojnë në po këtë drejtim, po. E përshpejtojnë me fjalë E përshpejtojnë, veprojnë po njësoj. Kanë tot njëjtin efekt. Normalisht këto problemet e stresit, këto problemet e këtu mund të lidhen si kompleksitete të ligjeve të fizikës. Njeriu është specie komplekse dhe nuk mund të presësh që vetëm një ligj thjesht fizike të përballet me njeriu. Normalisht përballen shumë ligje fizike me këtë kompleksitet dhe i japin konceptin e stresit, dëshirës, qefit, mërzitjes, ne i kuptojmë si emocione. Këto lloj bashkime, formulime, propunime të ligjeve fizike. Ne i kuptojmë si emocione. Dhe normalisht kur ligjet e fizikës shkojnë mirë, ne jemi të kënaqur, harmoni me natyrën. Kur jemi të mërzit, këto ligje fizike nuk janë unison me trupin, e shkatrojnë, e dëmtojnë këtë pajisje. E si për shembull një nga faktorët kryesorë për shembull, edhe të gjendjes shpirtërore ose edhe smundjes bile. Po. Normalisht po, stresi është një nga më të këqija, normalisht gjithë lëngjet e trupit nuk funksionojnë, nuk dalin, nuk ato gjendrat, lëngjet e tjera, hipofizat, gjithë tjera nuk funksionojnë mirë kur janë stres. Lëngjet e trupit, trupi nuk i përgjigjet smundjeve, çdo gjëje, truri llogarit çdo gjë, truri komandon çdo gjë. Edhe po la trupin masdore, normalisht smundja përparon, shkatrohet avash më shpejt. Prandaj duhet të jetë truri të i qetë, të komandojë trupin rreth parë, por dhe mendimet e njeriu rreth dytë. Që neve të jemi të plakemi sa më ngadalë që të mundur normalisht. Se s'pa u plak. Prandaj duhet të kjo, disa njerëz plaken shpejt, me kjo është reale, ora biologjike. Se ka nuk thonë që për shembull sa mirë, nuk dukesh, nuk tregon kaq me fjalë, mban vetëm shumë mirë. Po, kjo është. Është një njerëz që ka kaluar jetën pa stres, pa lodhje. Normalisht stërvitja është e gjë, lodhja punës. Po varet nga gjendja shpirtërore, varet nga këto faktorë që për mënyrë e përshpejtojnë procesin e plakjes ose e ngadalsojnë. Ngadalsojnë po. Kjo është real, është fakt real. Dhe ne shohim këtë kur presim një person. Kur jemi duke prit një person, presim çfarë ore, mërzitemi. Ama arrim 2 orë flasim, masi ka ardhur personi, nuk mërzitemi. Është thjesht si e shohim në botën. Dhe është reale. Ne plakemi më shumë atë çerekorshin, biologjikisht, se sa 2 orë. Në 2 orë na ngadalson kohën. Relativiteti biologjik në këtë rast. Është real. Janë fakte reale dhe ne i shohim këto si ide si ngjarje, po është reale kjo. Është reale. Nuk kemi akoma ndoshta pajisje që të masi plakjen e trupit, sa vjeç je ti si trup, jo si orë biologjike, si orë e murit, por gjën këtë pajisje ne do shohim që ora biologjike herë lëviz shpejt, herë lëviz ngadalë. Kjo është reale, është fakt normalisht. Se njerëzit gjithmonë normalisht më përpara kur kanë qenë në situata jeta ka qenë më e vështirë 100, 200, 300 vjet përpara njeriu ka rrojt 30 deri 50 vjet maksimumi. Sot është rritë jetësia. Jetës në raport edhe me zhvillimin, edhe me zhvillimin teknologjisë. Me zhvillimin, po. Kushte më të mira, ushqim më i mirë, qetësi mendore më e mirë, normalisht janë gjitha bashkë. Ushqim më i mirë, domethënë jo më i mirë si bio, ndoshta, por të paktën e ke një farë gjëje që të ushqesh. Merr atë që trupi merr atë që merr. Kauçu që elemente kimike nuk është se i merr, po i merr indirekt. Por që ushqet, domethënë nuk është keq, nuk rrin dot pa hëngër, pa ngrënë, pa ushqyer. Në kushte të këqija, në ftohtë, në shi. Fakti që morsha më domethënë e njëri është ka ardhur gjithmonë në rritje. Në rritje, po. Tash është ke 70 sa vjeç mesatarja, normalisht sa mund të jetë. Kështu që normalisht kushtet e teknologjia po përmirëson shumë edhe jetën e njeriu, edhe zgjat dhe jetën. Plus që me teknologjinë ne do arrijmë dhe të zgjasim jetën e njeriu pafundësisht. Shumë mendoj. Po, mund të zgjatet pafundësisht. Normalisht sot ka filluar ndrimi i organeve, ke një organ të dëmtuar mund ta ndrosh, po do ndrohet edhe koka me trupin, mas një 7-8 vite shtojnë. Po. Përveç kësaj, është gjetë dhe geni i zgjatjes së jetës. Janë gjetë 3 gene përgjegjës që mund të zgjatësh jetën njeriu. Ke kromozomet, modifikon atë. Është një kokël, kanë bërë tip kokële. Po. Një koment. Dhe mund të zgjatet jeta pa limit, mund të bësh më i ri. Një koment. Unë po mendoj se bëni shaka, ju fliskeni vërtet?
normalisht kur përballesh me shkencën, njeriu përballet me një diçka të re, të cilën nuk është mësuar më parë. Po. Normalisht është një botë tjetër, botë e re, normalisht është komplet mendime dhe gjykime dhe logjika të reja, të tjera. Normalisht këto mendime flasin për botën reale. Normalisht kjo është gjithë puna. Është e vërtetë. Fizika ka fakte, jo teori, o lumiku. Normalisht fizika përparon normalisht gjithmonë duke hecur sa me fakte, sa me teori. Sa me fakte, sa me teori. Domethënë, faktet janë eksperimentet. Por që të bëhet një eksperiment, duhet të avancosh në teori, të arritsh në një pikë ku nuk hecën më, bllokohesh aty, dhe duhet bësh një eksperiment për të hecur përpara, për të avancuar. Eksperimenti i jep përgjigje, i merr teoria, por punon, gjen diçka, do gjej patjetër nga eksperimenti, e avancon teoria, ngec ecën eksperimenti. Domethënë janë bashkë, teori e eksperiment. Janë të dyja që ecin hap pas hapi. Po. Normalisht kjo është rruga që ecet. Normalisht eksperimente pa teori nuk mund bëhen. Dhe teori vetëm do devijosh patjetër nga bota reale. Nuk mund të ecësh reale. Aristoteli, nuk e di kush ishte ai, një nga ato grekët e vjetër, thonë që unë mund ta shoh botën ulur nga karrike. Po të mendoj unë mund të shoh çdo gjë, unë e shoh. Gjë lëviz, yjet lëvizin, era fryn, unë shoh çdo gjë nga karrika ku jam. Por u pa më vonë që kishte shumë gabume, sepse jo çdo gjë që shef nga karrika është e vërtetë. Se është pika referencës, duhet dalësh në një tjetër referencë që të shohësh botën, në kohë të ndryshme, në faktorë të ndryshëm. Dhe kështu që duhen eksperimentet. Dhe pa eksperiment, sot nuk pranohet asgjë. Por bësh eksperiment, duhet një teori, duhet një pyetje përpara. Si mund të jetë kjo? Si mund ta vërtetoj? Edhe përgatitet eksperimenti për ta parë. Pra duhet ta kureshte. Kureshtja. Kureshtja që fillon njeriu. Zjarri, ajo që nxjerr, po. Ajo është vrulli, po s'pate kurreshte, dëshirë, pasion, nuk ecën dot. Do një farë, patjetër. Kurreshta është gjë kryesore, po nuk patë dëshirë të njohësh një mister, të zbulosh një mister, ti nuk mendon për atë. Teoria nuk funksionon. Ngeci teoria, ngeci çdo gjë pas e mbrapa. Kështu që janë të lidhme. Okej, besoj se domethënë në farë mënyre u dhan përgjigje ta komenteve. Pra komentuam disa komente. Po, komentuam disa komente, normalisht to mund të lidhin pyetje tjera, po. Do të kemi prap komente tjera për të rikomentuar, por besoj se në një farë mënyrë ja kemi arritur, i kemi dhënë përgjigje disa komenteve. Apo jo? Po. Në rast tjetër. Shpresoj të jenë do shihen ke komentet e kësaj video. Po. Sa ja kemi arritur kësaj pune, po që do vazhdojmë përsëri me video të tjera, do japim përgjigje komenteve. Do stimulojmë komentet të reja. Në emisionin të 4 orë. Unë të përshëndes. Okej, gjithashtu dhe unë. Miru ta kopshim. Nëjësi, shumë nëjësi që folëm. Do takohemi në emisionet e tjera. Miru pafshim. Miru pafshim.